Pak qaste para se ne të futeshim live, Rolandi më dërgoi një foto të një specie dhe më tha që janë në kërkim të kësaj specie në Shqipëri. Për momentin e kanë parë vetëm në Bosnjë. Roland, çfarë mund themi? A keni ndonjë indicje, ndonjë pikë ju ku mund ta gjejmë këtë specie? Atëherë, kjo gjarë ujtit të kujnë, ka rritë është vjetur deri në Bosnjë, për gjithë nga Kroacia dhe Bosnjë, Kroaci dhe Slovenia, është vjetë ky gjarë për ujtit. Dhe ne shpresojmë shumë që ta gjejmë dhe në Shqipëri, kjo do të thotë që kemi ujë të pastër pa probleme. Dhe të hymë edhe ne nga anë shpensës që kemi në nivel botror. Kjo është një gjë spektakolare. Unë besoj që në Shqipëri duhet të kemi këtë kafë. Vetëm se duhet të gjejmë. Edhe tani kemi gjetë për kalese, kemi gjetë për kafë tjera që kemi bërë dhe relacionet. Tani shpresojmë që përballemi me gjarprin e bardhë tani. Do ishte një gjë spektakolare fare për Shqipërinë dhe për shkencën edhe për shqiptarët. Shpresojmë që ta gjejmë sa më shpejt. Kjo është një lloj salamandre e bardhë ose baby dragon. E kam parë në një emision, po. Në fakt, emri zyrtar është Proteus anguinus. Emër se kanë dhe emrin e legendës botërore që shpitë për dragoj i spellave. To janë legenda. Ndërkohë, mendohet pra që këto janë banorë të rregullt të shpellave në Ballkan, në Kroaci, Bosnjë, atë si rregull do të jetë në Shqipëri, po dhe në Itali, dhe në shpellat me ujërat të Italisë, është prezent. Kështu që ta gjejmë. Interesante. Po, Roland, të kemi? Jo, në Itali është parë në kufi me Sloveninë, ke një shpellë kufi në Sloveninë që malet janë në ndaj kufirin. Në vendet tjera të shpellë italiane nuk e kemi gjetur. Nuk është gjetur. Ne kemi verën... Po, ndjes. Jo, ka një problem, se ky kafshë jeton në temperatura 9 nga 8-9 deri 12 gradë. Duhet dhe kushtet e shpellës që janë të tilla që ta gjejmë atë. Se kjo kafshë ka një gjë veçantë se janë studimet e fundit kanë dalë që kjo jeton deri gati 100 vjet. Dhe kurioziteti më i lartë që mund të rri gati nga 5 duke deri në 8 vjet, që nuk mund të rri pa hëngrë si gjë. Dhe kjo është kurioze me një kafshë që jeton shpellë. 10 vjet, 8 vite pa ngrënë fare. Pa ngrënë fare. Ua.